Plakjen e lëkurës e shkakton vetëm rrezatimin diellor. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim, dhe ky është një krahasim shkencor, kur lind një fëmijë, lëkura e tij është në të gjithë sipërfaqen e njëjtë. Pra është një lëkurë e shëndetshme, e butë. Me kalimin e viteve, kur njerëzit fillojnë të ekspozohen në diell, pjesa ku formohen më shumë rrudha është pjesa që ekspozohet më gjatë në diell dhe ajo është fytyra. Por është bërë një test i tillë nga profesorët dermatolog dhe ato thonë që të kuptoni sa jemi plakur, njerëzit duhet të krahasojnë zonën pubike, që është zona ku mbulohen me mbathjet, dhe me pjesën tjetër të lëkurës. Ajo zonë që nuk është ekspozuar ose nuk ekspozohet, se sot nuk themi dot të njëjtën gjë, që nuk është ekspozuar asnjëherë në diell, ajo ngelet me të gjithë shtresat e lëkurës të padëmtuara, si në momentin që ka lindur, si në pas shumë e shumë vitesh.